Bota po ndryshon me shpejtësi. Sistemi bazuar në rregulla po shpërbëhet, pasiguria po rritet dhe fuqitë e mëdha po konkurrojnë sërish drejt për drejt me njëra tjetrën. Për botën arabe, kjo do të thotë përballje me sfida të vështira për siguruar të ardhmen e saj. SBA-ja e cila dikur garantonte sigurinë në rajon, duke së është tërhequr nga roli i saj global. Qasja Amerika e para e presidentit Donald Trump sinjalizon një tërheqje nga angazhimet ndërkombëtare. Kemi parë këtë në Ukrainë, ku Washingtoni ka negociuar me Rusinë pa përfshirë plotësisht Kievin apo aleatët evropian, duke I lënë ata të përballen vetë me shqetësimet e tyre të sigurisë. Kjo nuk është një situatë izoluar. Ajo pasqyron një ndryshim thelbësor në mënyrën se si Amerika sheh rolin e saj në botë, me pasoja serioze për lindjen e mesme. Për dekada, shtetet arabe janë mbështetur në fuqitë amerikane për të ruajtur sigurinë. Kjo duhet të marrë fund. Administrata e Trumpit ka treguar se jo vetëm që do të largohen nga aleatët evropian, por gjithashtu do të kërkojë pagesë për çdo mbështetje sigurisë që ofron. Ukraina shërben si një paralajmërim. Nëse Washingtoni është I gatshëm të komprometojë sovranitetin e Ukrainës në negociata të fshehta me Rusinë, çfarë mund të nënkuptojë kjo për vendet arabe? Nuk është eksagjerim të thuhet se lindja e mesme ndodhet në një udhkryq historik. Ndërsa liderët arab u mblodhen në Kairo për një samit urgjent për të diskutuar mbi rripin e Gazës, ndërkohë që Amerika izolohet nën Trumpin, rajoni përballet me një vendim jetik, të krijojë një kornizë sigurie që mund të përballet me zgjerimin e vazhdueshëm të Izraelit, ose të qëndrojë duar kryq, teksa shteti pushtues vazhdon të ripërcaktojë rajonin pa pengesa dhe Izraeli I madh bëhet realitet. Nëse shtetet arabe do të prioritizonin interesat e popullsive të tyre në vend që të vepronin si garantues të sigurisë së Izraelit, do të kuptonin se sionizmi dhe shteti I tij I rrezikon shumë më tepër se sa Rusia kërcënon Europën perëndimore. Supozimi se Izraeli do të kufizonte ambicjet e tij vetëm në Palestinë ka qenë gjithmonë një gabim I rrezikshëm. Kemi parë gjenocidin në Gaza të transmetuar drejt për drejt në rrjetet sociale, pushtimin dhe spastrimin etnik në bregun perëndimor të okupuar ilegalisht, aneksimin e paligjshëm të lartësive të Golanit dhe lëvizjet e Izraelit drejt Libanit Jugor dhe Sirisë. Shtetet arabe nuk mund të injorojnë më shtytjen e Izraelit për më shumë territor. Që nga krijimi I tij në vitin 1948, Izraeli është sjellë si një entitet që kërkon nënshtrimin total dhe poshtrues të rajonit për të ndjerë siguri. Me mbështetjen e tyre të palëkundur, aleatët e Izraelit e kanë fuqizuar atë edhe më tej. Ndërsa kombet perëndimore kanë dënuar zgjerimin e paligjshëm të Rusisë në Ukrainë dhe kanë dërguar miliarda ndihma ushtarake për ta frenuar, hipokrizia e tyre ka bërë që jo vetëm të injorojnë zgjerimin e paligjshëm të Izraelit, por edhe ta mbrojnë atë nga çdo llogaridhënie. Të njëjtat qeveri që po rrisin shpenzimet ushtarake për të përballuar Rusinë në Ukrainë, njëkohësisht kanë ndihmuar Izraelin të rishkruajë kufit përmes luftës, aneksimit dhe shpërngulljeve të detyruara, duke shkatruar rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Ata po bojnë pikërisht atë që akuzojnë Moskën se po bën. Për vite me radhë, vendet arabe kanë provuar qasje diplomatike, si Iniciativa Arabe e Paqes e vitit 2002, marrëveshjet e paqes me Egjiptin dhe Jordaninë, dhe së fundmi marrëveshjet abrahamike dhe normalizimi me shtetin okupues, duke filluar në vitin 2020 me Emiratet e Bashkuara Arabe. Shpresa dhe premtimi gjithmonë kanë qenë se një njohje e tillë do të moderonte agresionin Izraelit. Përkundrazi, vendosja marrëdhënieve normale ka përkuar me më shumë vendbanime të paligjshme, ofensiva ushtarake të shtuara dhe një kontroll më të fortë territorial I Izraelit. Situata aktuale politike ofron një mundësi për të ndryshuar këtë model. Ndërsa Amerika e Trumpit redukton angazhimet e saj të sigurisë globale, kombet arabe duhet të pranojnë se sistemi I vjetër, ku Washingtoni garantonte stabilitetin, nuk ekziston më. Samiti I fundit I Ligës Arabe ofroi një mundësi për të rishqyrtuar sfidën më të gjerë të zgjerimit të Izraelit. Por, a u diskutua kjo? Me siguri duhet ishte diskutuar. Megjithatë, historikisht, përgjigjet arabe ndaj zgjerimit territorial të Izraelit kanë qenë të shkëputura. Kujdesi, prioritetet e ndryshme dhe ndonjëherë bashkëpunimi I hapur kanë ndjekur modelin perëndimor dhe I kanë lejuar Izraelit të veprojë me pandeshkueshmëri. Besimi se angazhimi diplomatik do të moderonte ambicjet e Izraelit nuk është mbështetur nga realiteti. Përkundrazi, normalizimi e ka mbrojtur Izraelin nga pasojat domethënëse, ndërsa ai vazhdon të marrë tokë dhe të kryejë operacione ushtarake në gjithë rajonin. Ndërsa rendi global ndryshon, me shpërbërjen e sistemit bazuar në rregulla,
pasiguri në rritje dhe rikthimin e luftrave tradicionale për pushtet, vendet e rajonit duhet të përballen drejt për drejt me këtë sfidë për të mbijetuar në një botë gjithnjë më të paqëndrueshme. Refuzimi i Trumpit për të garantuar sigurinë e Ukrainës pa një marrëveshje kompenzimi për ndihmën e dhënë, nuk është thjesht një ndryshim në politikën e jashtme të SBA-s. Ai sinjalizon se Washingtoni nuk i sheh më angazhimet e sigurisë ndaj Europës dhe lindjes së mesme si prioritete. Kjo ka detyruar vendet europiane të rishikojnë strategjitë e tyre të mbrojtjes përtej mbështetjes tek SBA-ja. Shtetet arabe duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Një marrëveshje sigurie ndërtuar rreth fuqisë ushtarake amerikane, e vendosur në shërbim të Izraelit, ishte gjithmonë e destinuar të dështonte. Shtetet arabe duhet të kuptojnë se Izraeli nuk është një partner për stabilitetin, përkundrazi, prania e tij agresive krijon paqëndrueshmëri dhe duhet të frenohet. Për të ndaluar ambicjet e Izraelit, rajoni duhet të krijojë një sistem të ri sigurie që fuqizon kolektivisht vendet arabe.